Muaji korrik ka sjell një fluks të konsiderueshëm pushuesish në Velipoj, ku plazhi po frekuentohet nga vizitorë vendas dhe turistë huaj. Interesi në rritje konfirmon se kjo zonë bregdetare vijon të mbetet ndër destinacionet më të kërkuara të sezonit veror. Plazhet publike dhe shërbimet e ofruara vlerësohen pozitivisht nga pushuesit, të cilët shprehen të kënaqur me kushtet e krijuara. Ka shkupi gjë kemi ardhur dhe koha po më mirë. Punë shkojnë në rregull. As në Evropë më bukur nuk ka. Është pak më lirë. Shumë sigurisht më e mirë, se zakonisht kena shkuar se në gjën më herë. Një nga investimet më të rëndësishme të këtij sezoni është vendosja e rampës që mundson personave me aftësi të kufizuara të kenë akses të drejtpërdrejt në det. Ky është shërbimi i parë i këtij lloji në një plazh publik në vend dhe synon të garantojë një përvojë më të barabartë dhe më të aksesueshme për të gjithë vizitorët. Jena kënaqur shumë e i falenderojmë për këta rombe që i kanë vu. Kena vujt shumë pa rombe, se nuk e këtë karruca në ranë, me qamet. Ama tash, u baftë qnet e i lumë dora që na i kanë godit. Pastërtia e plazhit, hapësirat publike të sistemuara, shërbimet dhe investimet e reja po ndikojnë në rritjen e atraktivitetit të kësaj zone, duke e konsoliduar Velipojën si një nga zgjedhjet kryesore për pushimet verore.